partitë politike të opozitës kanë zgjedhur të dalin nëpër studio televizive, nëpër rrjetet sociale dhe kështu kanë bërë fushatën e tyre elektorale. Faktikisht kanë menduar se fushata elektorale është marketing, duke mos bërë asgjë konkrete. Për 4-5 vite të qeverisë së Kurti ne nuk kemi pas një protestë të organizuar nga opozita. Ndërkaq, derisa nuk kanë arritur të bëjnë asnjë protestë, domethënë nuk kanë arritur të krijojnë, të ngrisin me kauzë. E faktikisht ka qenë fare lehtë, sepse zotri Kurti gjithkohën ju ka ndërtuar kauza për këta s'kan ditur të shfrytëzojnë, pasi që dështimet e qeverisë së Kurti kanë qenë evidente në çdo aspekt, qoftë në fushën ekonomike, qoftë në arsim, qoftë në shëndetësi, qoftë në marrëdhëniet ndërkombëtare, dhe një rezultat i tillë vërtet të përkushtuar, por duke pasur parasysh veprimet e partive opozitare, megjithatë